kur bisedum para gjyrimeve me fermierin veç na tregoi që kjo tokë ka shumë humus. Ta man ujin, e man lagështi, në momenti kur thahet duke sikur është betonizu, edhe që realisht nuk është e përshtatshme për kultura bujqësore. Edhe cekëm këtë problematikën tjetër që përshkojnë gjithmonë kur po bojnë analiza tokës, përshkojnë me analiza kimike dhe jo me analiza fizike. Kur realisht tipi i tokës edhe gjendja fizike e tokës të kallëzon për çka është e predispozuar ajo tokë. Mandej kur veç filloj me marrë hovin e zhvillimit, sepse premtaria e ka një diçka shumë ma interesante, po mendoj që nuk kem prodhim njëherë, po tek mas vitit 5 fillon me marrë atë prodhimin maksimal. Po një fazë shumë të rëndësishme, shumë të ndihshme. Okej, ta zon është bë krasitja, normal, është një fazë teknike shumë e rëndësishme. Mandej fillon lëvizja e langjeve. Mas lëvizjes langjeve kemi edhe pjesën kur ato veç përkaten me pesticide për me mbrojt. Sepse një diçka që ka fermerët e kanë shumë të çuditshme dhe që nuk mundën me kuptu është që momenti kur smundja ka fillu me marrë havë është sikur me ta pru një pacient vdekun. Është shumë e mirë kur shfaqen simptomat. Po, normalisht kur shfaqen simptomat. Po faza më ndihshme dhe që e kanë problematikë është faza e lulës. Prej shkafit rrezikohet më shumë të që kjo pjesa e fundit marsit, fillimit prillit. Zakonisht flas përveç kushteve atmosferike, prej cilave smundje më shumë t'i vun faza e luljes. Në shumicën e raste bën vetëm analizat kimike. Pa e shiqu mirë edhe njëherë kuptimin fizik se çfarë teksture kemi në tokë, çfarë profile kemi, a lejohet që të mbillen këto kultura që janë shumë vjeçare, a ka ai profil thellësi të mjaftueshme për një sistem duar të rënjor të kulturave ndryshme. Dhe natyrisht gabimet të tilla bën fatkeqësisht mjaft shumë. Dhe më pastaj analizat kimike paraqesin përmbajtjen e nutrientëve ose elementeve ushqyese, qoftë organik, qoftë minerale, se çfarë përbën toka. Unë vazhdimisht e tham kur ne flasim për të ushqyerit, nuk është shumë problem në ta quaj në kohën e sotit çështja e analizave kimike, sepse ato korrektohen, ato rregullohen me masa shtesë, me plerime, me shtu diçka, po edhe tek parametrat të tjerë të zamë se kemi tokë acidike ose alkalike, edhe në këtë kontekst ne mund kemi masa agroteknike nëpërmjet plerimeve, nëpërmjet aplikimit të produkteve të ndryshëm që këto aspekte ose këto veçori mund të korrektojnë. Mirë po, megjithatë, nga mbjellët e tutje që këta bëjnë, do të mi kushtu një rëndësi jashtëzakonisht të madhe çështjes së plerimit. Ne kemi thonë vazhdimisht një nga masat kyçe, vetëm tek ne, po gjithkund botë, ose masa më komplekse ose më kritike ta quajmë më mirë ashtu, është ushqimi i drejtë dhe i balancuar. Nëpërmjet kësaj ne rrisim prodhimin, nëpërmjet kësaj ne rrisim kualitetin, nëpërmjet kësaj ne krijojmë kosto enorme duke hudh plera pa ditë se çfarë don kultura në kontekstin agronomik, çfarë përbën toka e të tjera dhe kështu. Dhe në këtë drejtim duhet me patjetër të kushtojmë vëmendje parësore çështjes së ushqimit drejt. Mandej kur veç filloj me marrë hovin e zhvillimit, sepse premtaria e ka një diçka shumë ma interesante, po mendoj që nuk kem prodhim njëherë, po tek mas vitit 5 fillon me marrë atë prodhimin maksimal. Po një fazë shumë të rëndësishme, shumë të ndihshme. Okej, ta zon është bë krasitja, normal, është një fazë teknike shumë e rëndësishme. Mandej fillon lëvizja e langjeve. Mas lëvizjes langjeve kemi edhe pjesën kur ato veç përkaten me pesticide për me mbrojt. Sepse një diçka që ka fermerët e kanë shumë të çuditshme dhe që nuk mundën me kuptu është që momenti kur smundja ka fillu me marrë havë është sikur me ta pru një pacient vdekun. Është shumë e mirë kur shfaqen simptomat. Po, normalisht kur shfaqen simptomat. Po faza më ndihshme dhe që e kanë problematikë është faza e lulës. Prej shkafit rrezikohet më shumë të që kjo pjesa e fundit marsit, fillimit prillit. Zakonisht flas përveç kushteve atmosferike, prej cilave smundje më shumë t'i vun faza e luljes, ose prej cilave insekte. Zakonisht po mendoj tek pemtarët në Kosovë, çfarëdo lloj kulture.
Që kemi ma të zakonshme. Dafina, kemi smundje dhe dëmtues të ndryshëm në për kulturat pëjmëtare të ndryshme që mbjellin në Kosovë. Kultura dominante janë moda dardha, deri diku nuk kemi mjaftuar shumë, këtë rast kemi edhe ftuar. Jenë rritë sipërfaqe me arë dhe lejthi, më shumë me arë dhe smundje